Alban Skënderaj ka paralajmëruar një super koncert më 4 dhjetor në Prishtinë, i cili pritej të ishte një nga eventet muzikore më të mëdha të këtij viti. Interesimi i publikut ka qenë aq i madh, saqë biletat e natës së parë u shitën brenda pak orësh, duke detyruar artistin të shtojë edhe një natë të dytë, por kërkesa nuk u ndal me kaq. Për shkak të interesimit të jashtëzakonshëm, Albani vendosi të shtojë edhe një natë të tretë, duke e kthyer këtë koncert në një seri të veçantë që do të zgjasë më 4, 5 dhe 6 dhjetor. Në një postim të gjatë në rrjetet sociale, këngëtari u shpreh mirënjohës për këtë sukses të menjëhershëm. Motiv: Prishtinë bën 2 net sold out për një ditë. Nuk e di të them nëse e meritoj apo jo, por di të them që këtë vlerësim të jashtëzakonshëm e marr si një përgjegjësi shumë të madhe për t'ju ofruar absolutisht më të mirën nga vetja. Ai shtoi se biletat për natën e tretë dhe të fundit do të dalin sot në orën 18:00 në Vivivere, Al, duke njoftuar se nuk do të ketë një natë të katërt. Shihemi me datë 4, 5 dhe 6 dhjetor në Prishtinë. Faleminderit dhe përjetësisht mirënjohës, përfundoi Albani. Ky sukses tregon edhe një herë lidhjen e veçantë që artisti ka me publikun shqiptar dhe pritjen e madhe që fansat i rezervojnë gjithmonë projekteve të tij. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.